Kryeministri Edi Rama ka thënë edhe një herë jo në tij ndaj planit të Mbretërisë së Bashkuar për të sjellë në vendin ton azil kërkuesit e dëbuar nga vendi ishullor. Në një intervistë për The Guardian, Rama tha se fakti që Mbretëria e Bashkuar të donte të kërkonte vende për të larguar emigrantët do të kishte qenë e pakonceptueshme një dekadë më parë. Madje Rama, i cili është i njohur për pikpamjet e tij të hapura dhe kontradiktore, shprehu zhgënjim për nivelin e diskursit publik në Mbretërinë e Bashkuar. Por kjo nuk ishte hera e parë që Starmer e shtron këtë kërkesë. Nën qeveritë e mëparshme konservatore, marrëdhëniet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë u tendosën gjithnjë e më shumë, ndaj dhe vizita e Starmer në maj e para ndonjëherë nga një kryeministër britanik kishte për qëllim rivendosjen e marrëdhënieve dypalshe mes Shqipërisë dhe Anglisë. Ndërsa ishte në Tiranë, udhëheqësi i Partisë Laboriste tha se bisedimet ishin duke u zhvilluar me disa vende për të ngritur qendrat e azil kërkuesve. Në këtë moment, Rama i qortoi butësisht, duke shtuar se Shqipëria nuk do të merrte pjesë në këtë skem. Duke u përpjekur të sqaronte situatën, Rama tha se pavarësisht se Starmer është një person shumë i mirë dhe i këndshëm, përgjigjja e tij do të ishte gjithmonë e njëjtë. Fakti që Shqipëria kishte rënë dakord më parë për një skem të ngjashme me kryeministren e Italisë Giorgia Meloni ishte krejt ndryshe për shkak të marrëdhënies së veçantë që kanë vendet, që nga dita kur regjimi brutal stalinist i Shqipërisë u shemb në vitin 1991, Italia ka qëndruar shumë pranë Shqipërisë. Këtë arsyetim përdori edhe Rama.